Finalistja e Big Brother VIP Kosova 3, Gjeneta Fetahu, nuk kurseu as pak moderatoren Sara Gjoka, ku ngriti një pretendim të fortë. Ke shkruar të dashurit tim ndërsa isha me të. Situata u tensionua menjëherë duke i habitur edhe të ftuarit e tjerë, pasi tema e ditës nuk ishte as pak lidhje me jetën personale të pranishmëve. Por për Gjenetën ky ishte një moment për të kërkuar llogari. Me tone të drejtpërdrejta dhe pa shumë filtra, modelja e bëri të qartë se ndjen se është thyer një kufi, ndërsa Sara e vendosur përballë akuzës u përpoq të ruaj qetësinë. Gjeneta i drejtohet: Sara, pse ju shkruan çunave kur e di që janë në një lidhje me një gocë? Po flas për një rast që më ka ndodhur mua dhe asaj. Sara e pyet: çfarë rasti? Gjeneta thot: ti vitin e kaluar i ke shkruar çunit me cilin kam qenë në një lidhje. Ti më ke incizuar mua kur unë kam folur me ty, e kam me fakte, mos më bëj moralisten. Sara ndërkohë e mbyll diskutimin duke thënë: nuk jam dakord fare që ne ta flasim këtë në publik.